Duke se tani është gjithçka gati për startin e takimit të javës së parafundit të 35-ës në Super League. Ahmed Januzit, Tahiri, Muçia përgoditje nga distanca. Megjithatë larg ishte kjo tentimi i parë. Drejt Harkimi nga Ramadani dhe Harkim shumë i mirë aty 1-0. Artit Tahiri realizon për skuadrën e Llapit në minutën e 13 të ndeshjes. 16 gola të sulmuesit të Llapit këtë sezon. 1-0. Tepër Harkimi mirë ishte ky nga Ramadani. Krejtë të varët ato të shënohet golte në vazhdim të këtij aksioni. Januzi Kueven Adetunxhi arritomi te Ribeiro, mundësia për vendësit, golditja nga Karica jashtë. Karica, pasimi mirë atje te Tolaj, rasti dhe intervenimi nga Çorić, vazhdon aksioni. Kërkojnë 11 metër zhvendësit, vetëm korner do t'jetë. Pasimi gjatë atje në drejtim të Valentin Serebe, situatë e rrezikshme. Tolaj dhe shpoton në portën njëri nga lojtarët e Llapit aty. Gashjani tani, goditja nga Gashjani, gjithçka bëri mirë, por s'ka precizitet në goditjen e tij. Dhe tani mundësia që të mbyllet gjithçka këtu, ja rasti për skuadrën e Llapit. Tahiri dhe intervenimi i portierit Ilazi. Gjilani tani pa gjasa për Evropë minimale. Mbyllet këtu ndeshja me këtë fitore minimale prej 1-0 me golin e Artit Tahirit të realizuar herët në ndeshje.